Beatrix Ramosaj ka ndarë me ndjekësit e saj një lajm shumë të dhimbshëm. Nëna e saj është në luftë me kancerin. Antigona Ramosaj, nëna e këngëtares së njohur Beatrix Ramosaj, ka ndarë publikisht një nga sfidat më të vështira të jetës së saj. Përmes një reagimi të ndjerë në rrjetet sociale, ajo u bëri të ditur se ka përfunduar kimioterapinë e parë, duke rrethyer se ndonë se ndihet e lodhur fizikisht. Zemra e saj është plot falënderim dhe dashuri për mbështetjen e marrë. Po kaloj një nga betejat më të vështira të jetës sime, shkruan Antigona duke falendëruar miqt, familjarët dhe të gjithë ata që i kanë qëndruar pranë me mesazhe, lutje dhe fjalë inkurajuese. Ajo thekson se arsyeja e vetme pse ka zgjedhur ta bëjë publike këtë përvojë është për të ndërgjegjësuar vajzat dhe gratë që të mos neglizhojnë kontrollet mjekësore, edhe kur shqetësimet duken të vogla. Reagimi i saj u shoqërua menjëherë me një fjalë shumë prekse nga vajza e saj Beatrix Ramosaj. Këngëtarja e përshkroi nënën si forcën dhe heroinën e jetës së saj, duke theksuar qëndrueshmërinë e saj shpirtërore edhe në momentet më të vështira. Edhe kur dhimbja mundohet ta rrëzojë, ajo zgjedh të buzë qesh, shkroi Beatrix Ramosaj duke shtuar se forca e nënës është më e madhe se çdo stuhi. Ti doja dalësh mami, sepse forca jote është më e madhe se çdo stuhi, shkroi Beatrix Ramosaj në profilin e saj në Instagram. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.